si ka ndikuar pozita juaj si hoç në punën tuaj si njohësi psikologjisë? Ka ndikuar shumë mirë për një gjë caktuar. Unë e shoh veten gjithmonë në shërbim. Dhe kjo është motoja ime, kjo është ajo që unë çdo ditë e aplikoj, me qenë shërbim të tjerëve. Kështu që kur dikush edhe një aspektin psikologjik, edhe një aspektin fetar, do më thonë njerëz të komunitetit, xhamatlin, të rejat, të cilët nuk mundën me gjetë veten, kanë probleme, kanë ardhur dhe kanë diskutu. Edhe shumë lehtë në një farë forme e kanë qelë zemrën me tregu për problemet e tyre. Që i kanë po. Dhe ajo çka është krizë sot, është kriza e dëgjimit. Askush nuk ka kohë ta dëgjoj tjetrin. Madje as anëtarët e familjes. Masja as prindërit nuk kanë kohë me i dëgju fëmijët e tyre për problemet të cilat i kanë. Dhe thonë, thuaj shpejt çka ke, çka mund bëj për ty, edhe ai raporti ndoshta edhe prind fëmijë është si raporti bankomatit. Me pagu kurset ato, ndërsa komunikimi nuk mungon komunikim. Mungon komunikimi kryesor. Dhe tash, shumë lehtë e kemi ditë se ku e ka problemin. Problemet janë të shumta sot. Ka varësit. Varësit për gjitha llojeve. Trit për shembull janë të varur prej pornografisë, janë të varur prej gaming, nga lojnë ato, janë të varur prej telefonit. Domethënë 70% të rinjve qëndrojnë 5 deri në 6 orë në ditë në telefon. Kjo i bën sa punon dikush 8 orë një punë që e mban familjen. Pastaj, mas rastit Covidit, janë shtu shumë çrregullimet. Dhe së pari, një bisedë, një komunikim, pastaj shpeshherë dhe gjithmonë pothuajse i kam orientu edhe te profesionistë të tjerë, që ka nevojë për psikiatër, ka nevojë për psikolog, ka nevojë për neurolog, ka nevojë për nutricist, ka nevojë për këtë. Kështu që besoj që ka qenë një shërbim i mirë ndaj komunitetit edhe njerëzve të cilët kanë pas nevojë. Alhamdulillah, domethënë pa e bon këtë, si më thon me fitu se vape plus. Po, alhamdulillah. Alhamdulillah.